Profesor, çfarë është Green Transition Energy? Green Transition është tranzicioni gjelbër që po ndodh në gjitha vendet e Europës. Tranzicioni gjelbër është një adresim I ndryshimeve klimatike. Ndryshimet klimatike mbas konferencës së Parisit, ku Shqipëria ishte palë, u vendos që të ulej temperatura e rruzullit me 1.5 gradë Celsius deri në vitin 2030, dhe kjo ishte konferenca më e madhe në botë mbas asaj të Kyotos, ku vendet morën vendim së bashku me ndotësit më të mëdhenj të globit, që janë Kina, që janë India, që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shqipëria u zotua që të reduktoj me 11.5% gazet me efekt serë. Dhe tranzicioni gjelbër pati disa zhvillime të jashtëzakonshme, spektakolare mund të them, dhe ju e dini që në këtë 10 vjeçar po shikoni në rrugë këtu e për të parë makinat elektrike në mënyrë masive, po shikoni zhvillime të burimeve të rinovueshme, po shikoni zhvillime të eficiencës së energjisë, po shikoni zhvillime të rrjetave të energjisë. Nga prodhimi I energjisë, a kemi në mbetje të dioksidit të karbonit? Pra transporti është kontributori më I madh I dioksidit të karbonit. Po Shqipëria mund të zhvillojë më tej energji të rinovueshme? Atëherë, unë mendoj që sot e tutje, ashtu si gjithë Europa me Green Transition, është orientuar vetëm drejt burimeve të rinovueshme. Kjo është energjia që vjen nga uji, që vjen nga dielli, që vjen nga eolikët, që vjen nga gjeotermia, që vjen nga biomasa e kështu me radhë. Të gjitha këto lloje energjish janë energji që nuk shoqërohen me dioksidin e karbonit. Çfarë burimesh energjetike ka Shqipëria janë? Ne prodhojmë pothuajse gjithë konsumin e energjisë që kemi brenda vendit përmes hidrocentraleve. Por ka një problem këtu. Dhe problemi kush është? Që ne nuk mund t'i përdorim hidrocentralet gjatë gjithë vitit. Gjatë periudhës së dimrit, kur hidrocentralet vinë me furi, ne nuk mund t'i shfrytëzojmë, atëherë detyrohemi ta shesim këtë lloj energjie. Dhe në periudhën e verës, kur ne na duhet energji elektrike, hidrocentralet janë zbrazur dhe prandaj në vitet e fundit ka filluar është bërë diversifikimi I këtyre burimeve energjetike përmes paneleve fotovoltaike ose energjisë nga dielli. Por ka dhe shumë zhvillime për energjinë nga eolikët ose energjinë nga era. Po vendet e tjera të Ballkanit, çfarë po bëjnë për energjinë e rinovueshme? Në fakt, vende si Maqedonia apo si Serbia kanë ecur shumë përpara me planet e tyre për zhvillimin e burimeve të rinovueshme. Ne jemi akoma një vend që me zor po I zhvillojmë. Imagjinoni që sot që flasim ka një boom të paneleve fotovoltaike dhe ne kemi arritur që vetëm 15% të bilancit të mund të energjisë elektrike, jo të gjithë bilancit, ose vetëm një 3-4% të bilancit plot e kemi shfrytzuar me energji fotovoltaike.